3 vite e 6 muaj burg vendosi gjykata e Beratit për Armando Kumarakun, 45 vjeçarin, ndërsa për nënën e tij 69 vjeçarin, Natasha Rumbulla, u dënua me 2 vite e 3 muaj burg. Të dy nënë e birë shpëtuan djalin e mitur 10 vjeç për klikime në rrjetin social TikTok, duke e detyruar deri në kërcënime me thikë që të përdorë një folor banal të papërshtatshëm për moshën e tij, pa ia ditur as kuptimin fjalëve dhe të ekspozojë lëndë narkotike, duhan dhe alkool. Për abuzimin ndaj fëmijës dhe rëndesës psikologjike të krijuar të 10 vjeçarit, gjykata vendosi të heqë Armando Kumarakut të drejtën e prindërimit. Nëna e fëmijës, e cila pas divorcit humbi kujtesarinë e të birit, ka kërkuar edhe në media bashkimin me djalin dhe kujdesin për të. Gjykata e hoqi të drejtën e prindërimit babait, pritet të shihet nëse nëna do të nisë rrugë ligjore për të marrë kujtesarinë e të birit. Fëmia është përballë me bullizim verbal që ka ndikuar ndjeshëm në gjendjen e tij emocionale dhe psikologjike. Veprimet e babait dhe gjyqjes ndaj tij, sipas prokurorisë, kanë dëmtuar zhvillimin mendor dhe fizik të fëmijës, duke si pasojë shfaqjen e simptomave të çrregullimit të personalitetit antisocial.